Andaj nuk do të me qenë i pakujdesshëm apo i shkujdesshëm duke dhënë mas të mirave, mas knatësive të kësaj bote. Se ka prej njerëzve që janë shumë epsharak. Edhe çka shef, ai don me pas për veten e vet, po nuk arrihet. Kjo është lakmi ekstreme, ego e pashuar ndonjëherë. Andaj çka do të me kuptue që në ditë prej ditëve do të vjen një moment që ka me na zonë të gjithë, i ka zonë më të dashur pejgamberët e Zotit, i ka zonë ulemat, dietarët, i ka zonë evliat të dashurit e Allahut, i kanë zonë njerëz të devotshëm, i kanë zonë dëshmorët, shahidët, gjithë i ka zonë. Edhe kur të na vjen ai moment të na zën vdekja, a jemi të përgatitur. Sepse siç tregon El-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, një shok i shokut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të ishëm me pejgamberin alayhi salatu wassalam në një gjenazë. Ishim duke përcjell në gjenazë. Edhe pasi e futën atë në varr, edhe e mbulum, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ol në një skaj të varrit, në një çoshë të varrit, edhe filloi me çajt derisa ju lag mjekret. E vazhdoi me çajt derisa dhe lotët prej mjekrës i peken aty mbi dheun apo atë rërën e him të shkretirës, mbi varr aty. E pastaj tha, ja ikhwani, limithli hadha fa'iddu. O vëllezërit e mi, për këtë moment përgatituni. Për këtë moment përgatituni. Cilin moment, kështu kur mbetesh. Kur ti je i vetmuar. Edhe kunse. Sepse është interesant, sa je gjallë, ka njerëz që mundohen me t'u gjindë her pas here, edhe pse të lanë, edhe pse të harrojt, sidomos kur shkuten interesat. Sepse fatkeqësisht po them, e kam thënë edhe përpara, në këtë medium të nderuar, se shumica e raporte, marrëdhënieve që kemi sot me njërin tjetrin, po them, janë baza të interesit të dunjas, se me pas interes të ahiretit, për shembull, me vizitu një të smur, me pas qëllim kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimet e mëdha që i ka njeriu që viziton një të smur. Është kjo me interes, po kjo është interes i botës tjetër, kjo është interes fisnik, kjo është interes që duhet me pas besimtari musliman. Me ndihmu dikujt, për me ndihmu ty Allahu, kjo është interes fisnik, apo me gëzu dikën, ty nesër të thënë Allahu, kjo është shumë është e mirë. Me halal dikujt borxhet që është zhyt në borxhet deri në fitur, normal borxhet halal. E ty nesër me të shpëloj Allahu borxhet, a nuk është kjo interes po? Unë nuk po flas për këtë interesin madhor, po flas për këtë interes të dunjos, intereset materiale. Shumica raporteve tona dhe marrëdhënieve tona që ndërtohen janë baza materiale, sepse jemi të shku ka një botë materialiste. Dhe ky kapitalizmi i hofshëm që ka vërshu dhe vendin tonë i ka materializuar njerëzit me dashje apo pa dashje. Allah na fal, po ndoshta shumica prej nesh po ndikohet me prej jetës materiale. Dhe tash kur shputën raportet në këtë botë, mënesh me ballafaque, edhe me ata, edhe pa ata që i ke pas. Ama kur të shputën me të gjithë, edhe të vendasin në varr, edhe më të dashur që të jetën ja ke kushtuar, edhe interesu për mirëqenien, edhe mbarsinë e jetës së tyre, ata janë evlatët, djem apo vajza qofshin, apo të dy palet, edhe ata të lënë. Kur ti ke boj investime ndoshta kapitale, e ke pas lloj-lloj rrobash, e ke pas lloj-lloj mobilesh, e ke pas lloj-lloj gjanash, e në fund me tar puna me një çarçaf të holl që i thonë qefin. Qefini është ky çarçafi që e shtrojmë kur bie me flajt, që s'është i vlefshëm shumë, që nuk kushton shumë shtrejt. Bile është material shumë i thjeshtë ai qefini. Ndoshta çarçafi më i thjeshtë në treg është ai, sepse nuk ka nevojë me investu ku me ditë sa. Se ai sta leton, as ta vështirëson jetën në varr. E tash, ke lënë rroba shtrejta, ke lënë ato. E në fund, çka në krah kanë qitur dhe në 10 kanë lënë pa kur gjë hiç. E tash, ato nirin para Zotit aty, e mos me pas kur fal përkatitje. Sinqerisht po them, ose do të më qenë njëri shumë ignorant, mos me ditë to gjana, ose do të më qenë shumë mendje madh.
edhe mendjemasia është shkaktari kryesor që njerëzit i largon nga adhurimi i Zotit. Dhe çka del aty, as ke nom, as ke bab, as ke vlla as motër, as djalë as vajzë, as grua, as hall, as tezë, as daj, as kërkëniq, as ne pas mbes. E qysh mendon njeriu me kalue? Qysh mendon njeriu tash me kalue atë sprova atë që varrësh një sprovë e madhe? Është një frikë e madhe, sinqerisht po them. Sinqerisht po them. Andaj Më kalua të fame ose më përpar. duhet me u vetëdijsua dhe me mendua, me u përgatit për atë ditë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, limithli hadha fa'iddu, për këtë moment fa'iddu, përgatituni.